Në universin e mbyllur të shtëpisë së Big Brother Kosova, ku çdo frymëmarrje regjistrohet dhe çdo fjalë peshohet nga publiku, përplasjet nuk janë thjesht momente tensioni, ato janë pasqyra të shoqërisë. Një nga këto momente që ndezi debat të gjerë ishte përplasja mes lëndrimit dhe ludos, ku fjala humbi funksionin e komunikimit dhe u shndërrua në armë. Kur lëndrimi e quajti ludon ignorant, debil dhe e theksoi fjalën mashkull jo si identitet biologjik, por si akuzë morale, konflikti kaloi nga personalja në simbolike, konteksti i shpërthimit. Big Brother është një eksperiment social i zhveshur nga filtrat e zakonshëm. Të izoluar nga bota, banorët përballen jo vetëm me njëri tjetrin, por edhe me veten. Presioni i kamerave, mungesa e privatësisë dhe nevoja për dominim social krijojnë terrenin ideal për shpërthime emocionale. Përplasja mes lëndrimit dhe ludos nuk lindi në vakum, ajo ishte kulmimi i tensioneve të akumuluara, keqkuptimeve të vogla dhe garës së heshtur për autoritet brenda shtëpisë. Lëndrimi, në atë moment, nuk po fliste vetëm me ludon. Ai po fliste me frustrimin e vet, me ndjenjen e mospërfilljes dhe me nevojën për të riafirmuar veten. Ludo, nga ana tjetër, u bë simbol i kundërshtarit, jo domosdoshmërisht për atë që tha apo bëri në atë çast, por për atë që përfaqësonte në psikikën e lëndrimit, fjala si dhunë. Termat ignorant dhe debil nuk janë thjesht fyrje spontane. Ato janë etiketime që synojnë të ulin vlerën e tjetrit, ta reduktojnë në një identitet inferior. Në një ambient si Big Brother, ku perceptimi publik është monedhë vlere, këto fjalë kanë peshë të shumë fisht. Ato nuk synojnë vetëm të lëndojnë ludon në moment, por edhe të pozicionojnë atë në sytë e publikut si të padenjë për respekt, veçanërisht interesante është përdorimi i fjalës mashkull. Në vend që të shërbejë si përshkrim neutral, ajo u përdor si sfidë, një nënkuptim se ludo nuk po përmbushte pritshmëritë shoqërore të asaj çfarë duhet të jetë një mashkull. Këtu konflikti merr një dimension më të thellë kulturor, duke prekur konceptin e maskulinitetit tradicional në shoqërinë shqiptare. Maskuliniteti i brisht, në shumë shoqëri ballkanike, mashkulloria lidhet me forcën, autoritetin, heshtjen emocionale dhe dominimin. Çdo devijim nga ky model shpesh shihet si dobësi. Kur lëndrimi i drejtohet ludos me theksin mashkull, ai në fakt po e akuzon se nuk po sillet sipas këtij kodi të pashkruar. Kjo tregon jo vetëm për plasjen mes dy individëve, por edhe për konfliktin mes modeleve të vjetra dhe të reja të identitetit mashkullor. Ironikisht, shpërthimi verbal i lëndrimit mund të interpretohet si shenjë e një maskuliniteti të lënduar. Kur ndjenja e kontrollit humbet, fjala e ashpër bëhet mjet për ta rikthyer atë. Në këtë kuptim, fyrja nuk është shenjë force, por e pasigurisë së brendshme. Reagimi i ludos, heshtje apo rezistencë, një nga elementet më të diskutuara të kësaj përplasjeje ishte reagimi i ludos. Në vend të një kundërpërgjigjeje të njëjtë në intensitet, ai zgjodhi një qëndrim më të përmbajtur. Për disa shikues, kjo u interpretua si dobësi, për të tjerë si pjekuri emocionale. Ky dallim perceptimi tregon sa e ndarë është shoqëria në mënyrën se si e kupton forcën. A është ajo zëri më i lartë në dhomë, apo aftësia për të mos u zhytur në balë? Në kontekstin e Big Brother, ku çdo reagim analizohet, heshtja mund të jetë po aq e zhurmshme sa britma. Ludo, me mos reagimin e tij agresiv, i hoqi lëndrimit një pjesë të fuqisë së konfliktit, duke e lënë fyrjen të qëndrojë si reflektimi i atij që e shqiptoi. Roli i publikut dhe medias. Asnjë konflikt në Big Brother nuk mbaron brenda mureve të shtëpisë. Publiku bëhet gjykatësi i fundit. Mediat sociale shpërthejnë me komente, analiza, mbështetje dhe dënime. Disa e pan lëndrimin si të vërtet, pa filtra, një njeri që thot atë që mendon. Të tjerë e kritikuan ashpër për gjuhën fyese dhe mungesën e respektit. Ky polarizim tregon se Big Brother nuk është vetëm një reality show, por një arenë ku shoqëria debaton me veten. Çfarë tolerojmë si argëtim? Ku është kufiri mes sinqeritetit dhe dhunës verbale? Dhe pse fyrja shpesh shitet si karakter i fortë, mësimi që mbetet, përplasja mes lëndrimit dhe ludos është më shumë se një episod televiziv. Ajo është një studim i shkurtër mbi komunikimin, egon dhe normat shoqërore. Fjala ignorant dhe debil nuk e zgjidhin konfliktin, ato vetëm e thellojnë hendekun. Ndërsa përdorimi i identitetit gjinor si armë tregon sa thellë janë rrënjosur disa stereotipe. Në fund, Big Brother Kosova na rikujton se, edhe në kushte ekstreme, zgjedhja e fjalëve është zgjedhja e karakterit. Konfliktet janë të pashmangshme, por mënyra se si menaxhojmë ato tregon jo vetëm kush jemi si individ, por edhe çfarë shoqërie duam të jemi.